Mirëmbrëma, sot do flasim për një degë e cila në fakt është motori i ekonomisë shqiptare, i një ekonomie e cila po fillon të gjej veten në kapitalizëm. 35 vjet mbrapa, mezi po gjejmë veten në kapitalizëm. Në fakt kapitalistët shqiptarë që veprojnë me një mundësi perëndimore janë të rrallë në Shqipëri, sidomos në fushën e turizmit. Janë njerëz të cilët në një farë mënyrë kanë bërë ndonjë farë leku dhe pastaj thonë hajde bëjmë një hotel që të fitojmë rehat. Por pastaj del që ky hoteli nuk është aq kollaj i menaxhueshëm. Është një industri e cila kërkon profesionistët e saj. E megjithatë në Shqipëri disa ja kanë dalë. Disa janë të mëdhenj, të cilët natyrshëm mund të konkurrojnë në botë, por unë mendoj që kam këtu më të madhin e tyre. Kam këtu zotin Fatos Qerenisi. Fatos, mirëmbrëma, erdha. Faleminderit. Kënaqësia ime që të kam këtu. Atëhere, jeni një industri e cila ne do flasim se sa keni arritur, ku jeni në stadin aktual, perspektiva, po jam kurioz ta di si e ke nisur, më saktë unë e di, po duaj që ta di publiku si e ke nisur. Turizmi është, do ta themi këtë gjë që në fillim që është themeli i ekonomisë shqiptare, tashmë po e kuptojmë se më parë nuk e kemi ditur, po dhe po flasim për një periudhë jo më shumë se 12-13 vjeçare, në si bie, në 2012-13, ne kishim atë turizmin patriotik, i cili ishte pothuajse kur bëhen kalkulime në fund që dalë 0-0, vetëm se kishte zgjeruar sa lek, por nuk flitesh më as për turizëm as për gjë. U bë gati më shumë se 13 vjet, domethënë që turizmi shqiptar është futur në shinat e një turizmi të organizuar dhe profesional, do thoja unë. Kjo, domethënë që fati jon, domethënë që ne na ofruan kompani të huaja europiane të cilët kanë një super eksperiencë në fushën e turizmit dhe njihnin shumë mirë ata dhe duke na bërë ne partner, ne ishim detyruar të ndiqnim linjën e tyre, sepse përveç se kishim një detyrim kontraktual që ai ishte kushtetuar një marrëveshje me kontratë me njëri tjetrin, por ishte do diskutohesh nëse ne do devijonim nga kjo lloj kontrate, atëherë do kishim shumë të vështirë që ne të kishim vazhdimsi. Por jo ne si Fafo, të gjitha ato hotele që janë ende të shëndetshme, domethënë në fushën e turizmit, kanë qenë shumë strikt, shumë stoik te pjesa e kontratave që bëhen me kompanitë e huaja dhe jemi këtu ku jemi sot, domethënë që themi se nuk po them se kemi bërë hatan, por dhe duhet ta themi këtë që nuk e kemi lënë çdo gjë fati. Fati jon ishte që ata erdhën. Dhe pjesa tjetër... Fati ishte që erdhën, po edhe fati që gjetën ca që kuptonin gjuhën e tyre. Po, pa tjetër, sepse si është shpreha që... Dhe kishin për ultësinë që të mësonin. Fati asnjëherë... Kjo është, apo jo? Po, kjo është. Fafa. Fati nuk është asnjëherë i sigurt, por me punë, domethënë arrim atë, nëse ti, domethënë, pranon sfidat, pranon gjitha kushtet që ka një marrëveshje, arrihet, domethënë sigurisht që arrihet dhe ne kemi arritur në bazë të një... Me sa dhoma e fillove? Unë kam pas fillimisht me 60 apartamente të cilët nuk po më shitshin, filluam me 100 dhomat e para, Mel Holiday. Tash ti po kujton në Vlorë që të bëjnë këtë që nga po si shitën apartamente. Po pastaj ajo ishte momenti i parë, thash ishte. Ti ke nuhatur i parë. Ishte, por ajo që nga 2002 deri në 2016 që hapa Fafa Premium për shembull, që është një periudhë goxha e madhe, unë nuk domethënë e kisha ndarë mendjen që do bëjsh hotel. Edhe pse kisha oferta për ta shitur ashtu në atë gjendje për të bërë apartamente përsëri, domethënë nga dëshira që kisha që patjetër kisha një hotel dhe Fafa Premium ishte hoteli i parë imi, por një vit më përpara Fafa Premium bëm atë që thamë që ato apartamentet i kthyem në dhoma dhe ajo filloi një vit përpara sepse ishte më e lehtë. Kurse Fafa Premium është themeli i vazhdimësisë së hoteleve Fafa, është një mënyrë krenarie, është ajo është fëmia i parë, domethënë që edhe mendoj që domethënë ka qenë si thash, ka qenë gjithçka e vështirë, por e konsideruam veten domethënë që kishim bashkëpunëtor, partner shumë serioz, domethënë që ishte vlerë për ne që ata na besuan se ishte edhe marrëdhënie besimi. Më bëri përshtypje vetëm kur erdha në maj erdha, në mos gabohem aty, dhe jo po në maj erdha. Dhe e pash plot, ti e kishe plot ndërkohë që në ca qytete tjera akoma po lyenin ato restorantët po lyenin. Ti ishe futur me ritëm të plot dhe
kishe gjitha dhomat e zona. Sa dhoma ke aktualisht? Unë kam rreth 1000 dhoma, por dhe përpunoj gati 2000 turistë. Domethënë në ditë unë përpunoj 2000 turistë. Thash që fati im është që përveç kontratës të garancisë që kam me të White, Fafa ka bërë një farë emri dhe në prill, maj dhe në tetor si vjet, do kemi disa aktivitete ndërkombëtare, të cilët më kanë bërë mua që duke qenë, sepse nuk flitet ajo që kemi kuptuar që fillim nuk funksionojnë më hotelet me 100 doma, 120 doma, 150, duan struktura të mëdha që të funksionojnë gjatë gjithë vitit, sepse ka ardhur shkoja e faciliteteve, nuk mund të vijë njeriu se plazhi, hoteli, dhomë e gjumit janë shumë pak, domethënë për një turist. Turisti do facilitet, do të argëtohet, do të ketë pjesë argëtimi, do ku diun kids klabe, do argëtime pafund për fëmijë, për biljard, do të gjitha lloj, do njeriu të gjej turisti të gjej të gjitha ato që ai dëshiron brenda strukturës. Këto i ke krijuar. Patjetër, dhe nuk do ambient do unë kam sallat minuse, kam 850 metra, 1000 metra, që janë të mjaftueshme se të bësh një kampionat. Vjet kam pas kampionatin europian të shahut për të rritur, do të kanë ardhur gati 30 ish kampion dhe kampioni i Europës, i botës, dhe u bë duhet të jetë patjetër, do të thonë që të kishim 1000 urse, do të thonë gati 500 tavolina, do të thonë i bie 1000 urse që kanë marrë pjesë në një kohë që kanë zhvilluar aktivitetin. Kështu që do salla pafund. Ajo që themi gjithmonë që se kuptoi asnjëherë që gati 30% e hotelit duhet të jetë për facilitete, sepse ne bëjmë vetëm restorantin dhe komplet atë lart. Këto gjëra domethënë sigurisht që duan një farë eksperiencë që të kuptojnë, nuk kuptohen më njëherë, sepse të gjithë kemi tendencë të bëjmë sa më shumë dhoma, por duan edhe ambiente argëtimi pafund. Domethënë 30% e gjithë hotelit. Këtë ma thon këta sipërmarrësit vlonjat, vinë këtu thon, por turistët nuk kanë vende dëfrimit, nuk kanë vende ku të kalojnë kohën, sepse në fakt shumica hotelve janë kaqe, 25 dhoma, 30 dhoma, 40 dhoma, janë të rrallë përveç një grupi që ka disa hotele, po edhe ai ka të shpërndara, nuk arrin të krijojë këtë dëfrimin, ndoshta. Thash dhe njerë, pa krijuar facilitetet ne do ngerim aty ku jemi. Nëse ne pretendojmë që të sjellim turist elitar, do të thonë që të paguajë dhe më shumë, duhet i bëjmë më shumë shërbime, më shumë facilitete. Këto janë dy, më shumë argëtime, nëse do quajmë në gjumë. Ndërkohë ti ke edhe një përshim të mbyllur, apo jo? Patjetër, këto janë nuk mund të funksionojë hoteli nëse ti nuk ke spa, e thoni me të gjitha spa, fitness, kids klabe, janë domosdoshëm sepse janë minimale për të funksionuar një hotel, do të thonë që pa argëtim, se çfarë do bëj një turist nëse ti pretendon që ta bësh turizmin gjithvjetor. Po edhe në tetor, se fillon prishet koha, domethënë janë domosdoshme ambientet e argëtimi. Ky është